Unë mendoj se ato burra që nuk i tregojnë, nuk i lejojnë gratë e veta me tregu që janë veterane, ata turpnohen prej vetes që nuk e kanë pas guximin me shku në luftë. Edhe turpnohen me thonë që gruan e kom pas në luftë. Deri në ditën e vdekjes, sa herë t'i shbon luftë për vendin tem, unë e kisha marrë pjesë. As nuk diskutohet. Shpesh herë mas luftës kam mendu marrë dhe dite e keqja. Kur unë e thash se për herë të parë kom pa kufoma, kur unë e thash që edhe sot dhe mas 26 vjete kam frikë prej gjakut. Unë kur marrë ushqim e bon në shtëpi, e la mishin ujë për mos me pa gjakut. Ajo traumende është brenda meje, brenda shpirtit tonë. Edhe ndoshta në atë kohë unë e ku mendu se nuk duhet me jetu ma. Se tash po e përjetojmë ma shumë mvrajtje sepse populli jonë nuk pe kupton idealin tonë. E paragjykimet që na u bashin neve. Unë kam shoqet luftës që për shkak të paragjykimeve nuk janë martu. Na kemi pas ideal. Edhe populli jonë nuk ka qenë në gjendje me kuptu ato. Unë kam shoqet luftës që ende i rënkojnë plagët. E në atë kohë, që kjo ka qenë ajo që më ka vra mas shumëti, edhe ndoshta më ka shty që me mendu edhe më vetë vra, me bon vetë vrasje. Unë e thashë nuk e kanë kuptu se na kemi shku për me çliru vendin. Ata neve na kanë kuptu se na kemi shku me gjitë një djalë, me ban, se s'na shek kërkush atje. Edhe direkt na kanë thonë, edhe na kanë thonë, edhe hiç nuk ju vin ke turp. Edhe sot kemi shoqet luftës që zguxojnë me dalë në fotografi. Se thot, e din veç burri, për familja e burrit nuk e din. Imagjinone, edhe sot, sa po bisedoj me juve, ndodh kjo. E kjo të vret ma shumë se gjithë shka. Kjo është ma e ranë se me ka pushkën me dalë në front. Jo të gjitha shoqet e mia e kanë pas fatin tim. Kur unë e kam taku burrin tim, i kam thonë kështu. Krejt çka du prej ti është liria. Nuk ka rëndësi sa pasuni ki. Nuk ka rëndësi çfarë sfida na sjell jeta. Unë kam luftu për liri, edhe nuk të lejoj me ma burgos lirin. E ka shumë femra që mas luftës ju ka burgos liria. Për shumë arsye janë detyru me m'pas robninë mas luftës. Sepse nuk trashëgon pasunit e baba. Nuk trashëgon pasunit e burri. Ku me shku? Çka me ba? Shteti s'na ka përkra. Ose mu myt, ose me dalë në rrugë. E për atë punë ata janë dasht me hesht. Për atë punë janë dasht me hesht. Mas luftës, po du me dalë të paragjykimi, vllahun e kisha të vogël. Nona i tha shko bledi, çka në Shitori, që aty, te fshati jo. Ka shku vllahu me bledi çka, edhe ka pas shumë burra. Nuk e di çka i ka dëgju të folë për mu. Edhe kur erdh, tu çajt në zan vllahu. Në zan po çan, fëmija i ka pas 6 vjet 7, s'po di sa vjet i ka pas.
Edhe na pi thënë, nona ka dalë, unë në dhomë, nuk e disha. Pi thot, çka ka? Po me ndonë se na në fshat ju kanë turna i qenë. Ka diçka. Aje pi thot, po dënis fëmija. Pi thot, krejt katuni po folë për Ramizën. Se vlla i vogël, ju e dini që te shqiptarët, motra është pike dopt për vllajin. Edhe mu qatë shumë më preki kjo pjesë e vllaut, edhe kam shku në shqitore vetë. Babi ishte në punë, edhe i kum thirë ata katunartë e mi. Kush ka qenë të në shqitore, edhe i thash, apo vini thash të shtëpia jeme, a besoni thash, e marrë kallashin, se i kishim e lartë, thash edhe krejtve kam i vra. Besoni, qështu i thash? Erdhen të shtëpia, thash, a moni me më tregu çka kum bo une? A jemi konë bashkë po. Çka kum bo une? Njoni, jo. Thash edhe njëherë nëse do gjoj që fol diçka dikush për mu, besoni që me dorën teme kam ju vra. Sa dhe atëherë, kur nuk kam një kur gjanë për vetën. Dhe më thonë, këta janë ata paragjykime. Ta kanë lëndu nanën, se nana nuk më ka pa që akum banë në luft. Ta kanë lëndu vllajin, ta kanë lëndu babën. Realisht unë e thash, kemi qenë vllazën e motra, trajtimin e kemi pas të barabartë, po mas luftës ka qenë periudha ma e ranë për neve femnat. Unë mendoj se ato burrat që nuk i tregojnë, nuk i lejojnë gratë e veta me tregu që janë veterane, ata turpnohen për vetës, që nuk e kanë pas guximin me shku në luftë. Edhe turpnohen me thonë që gruën e kom pas në luftë. Se nuk kanë arsye tjetër. Asaj përket pjesës tjetër, a kisha shku në luftë, deri në ditën e vdekjes, sa herë t'i shban luftë për venin tem, unë e kisha marrë pjesë. As nuk diskutohet. Unë e thash edhe ma herët, tash që e shijoj lirin, ma përpara e shoh vdekjen se sa me ma marrë deri. Edhe nuk duhet kur kërkush me ma bë këtë pyetje. Është pyetje që për mu nuk ka sens.